Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një 60 vjeçar, i cili është babai i disa fëmijëve, bujar, xhambazi, por fatkeqësisht prej një muaji ai ka një konflikt me vajzën e tij Katerinën. Historia e Katerinës ka qenë përpara disa ditëve këtu në live me mua, pasi është larguar nga shtëpia duke braktisur 2 të vegjlit e saj. Fillimisht denoncimin e bëri nëna e saj Anila, e cila tregoi se si vajza kishte lënë bashkëshortin, 2 fëmijët e vegjël, ishte dashuruar me një person dhe ishte larguar në Tiranë. Për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur këtë histori, dua të prezantoj një material të shkurtër të kësaj nëne që denoncoi vajzën e saj dhe e rikthehemi sërish pasi babai i Katerinës është duke na pritur. Neve kemi bërë ç'është e mundur, të familja, kemi ndihmuar, kemi mbetur vetë, e ja kemi shqerë fëmijët edhe ata që si mos na gabojnë. Ka marrë gjën e burin e saj. Buri i saj e deshte ky fëmijëve. Babai i fëmijët kishte gabuar ajo kush e disa shuerë, e ka zëni i shoqi në për telefonat, për ato prapja ka falur edhe ajo e ka marrë. Edhe prapë e sot ajo, po ta lera ajo, këtë që ka marrë prapë e merr. I shoqi. Po lutet ajo bëni ç'është e mundur të mbledh edhe një fëmijë, na ka thënë. E keni menduar që keni gabuar me Katerinën, që keni detyruar të shkojë tek ai burr kur ajo se ka dashur? Ja ti detyronte për ditë të vitet e burrit, se kishte 2 fëmijë për arsyën e fëmijëve. E qartë, e kuptoj, ka 2 fëmijë të vegjël, por kurse do ato burr më mirë të ndahet dhe të rri me fëmijët? Unë nuk u dua fëmijët, sa le të rit babai vet, sa unë jam rahat këtu ku jam. E dëgjuam këtë nën, pikërisht Anila Xhambasi, e cila tregoi se si vajza e saj Katerina ishte larguar dhe kishte lënë 2 fëmijët e mitur. Katerina reagoi pas live-it që nëna ishte me mua dhe tregoi versionin e saj pse ishte larguar dhe pse nuk I kishte braktisur fëmijët. Kështu që dua të prezantoj disa momente edhe kur Katerina ka qenë vetë këtu në live me Odetën. Jam martuar 14 vjeçe. Shumë e vogël. Por që kam vojtur shumë, 12 vjetë. Dhe prindrit e mi, njerëzit e mi, e din më mirë se mua këtë gjë. Martesa ka qenë, qëtëm kam vojtur jashtë mase. Për 10 vjetë kam qenë në dhunë shumë. Ai më ka dhunuar dhe nëna ime, motra ime, e din më mirë këtë gjë. Ai nuk punonte, ai ishte vetëm xheloz, më shkatrovi jetën, më amzili jetën, unë nuk e duroja dot më. Edhe kam 6 muaj që e kam lënë. Jam shumë e vojtur për ati. Do njëherë të erë në sytë dhe nuk do që t'ja dish për asë një gjë. Unë jam lëtur me këtë djali. Që I bashketon tani? Po, që bashketoj. Por nuk I kam braktisur fëmijët e mi. Unë fëmijët e mi las të baba im, që të punoj pak kohë, dhe ta hap gjyqin tim, dhe unë do t'i marrë fëmijët e mi. Unë nuk I kam braktisur. Që unë nuk kam të drejtë të vuaj gjithë jetën time, apo jo? Kjo nuk është e lehtë sepse më detyrojnë njerëzit e mi që unë ta mirja me zor njeri. Unë nuk e dua më. Se prindrit e mi më detyruan që unë ta mirja prapë, se kam lënë shumë eri, kam thënë mos më coni ta I. Më lini që unë të risë fëmijët e mi. Edhe prapë haja tru, edhe më nxirrte të natën jashtë. Thojmë në nënës time, sa e të ka erdhur vajza jote në shtëpi natën me fëmijën ty. Edhe sa kërcënime bën ai. Unë do të vras, unë do të vras rrugëve, por shumë që ta dish ti jetën time, unë në një moment nuk e desha më jetën. Prindrit nuk më linin të divorcoheshe nga I bile, e kam hapu njëherë gjyqin, e kisha në proces I pagova lekët, ata e mbyllën prapë. Jo do shkosh ta I. Edhe unë u detyrova I ka të shikoj jetën time, të shikoj shpirtin tim, edhe unë kam qenë shumë keq. Edhe pse gjatë atij live-i, Katerina deklaroi se do e telefononte babain, do e telefononte nënën, do bënte përpjekje për të ribashkuar me fëmijët. Kanë kaluar disa ditë, por nuk ka ndodhur kjo gjë dhe babai vazhdon ende ta quajë të humbur Katerinën, pasi ajo nuk e ka marrë në telefon. Kështu që ky 60 vjeçar, bujar Xhambazi, kërkon të jetë sot këtu në live me Odetën, do e hap dritaren dhe do e përshëndes. Bujar, përshëndetje. Edhe unë përshëndetje, ju uroj për emisionin Odeta. Si je me shëndet? Mirë. Unë jam baba I Katerinës e Anxhelës.
që të mori telefon. Po pra, por falë zotit, jeni lidhur me vajzën. Si? Me Katerinën jeni lidhur? Jo, nuk ka komunikuar asnjëherë. Po pse, ajo nuk të ka marrë pasi ishte në live me mua? Ase, Odeta asnjëherë s'më ka marrë. Nuk të gjenje dëgjo, Odeta do më falësh, vetëm unë do të them llafe të vërteta. Edhe do më dëgjosh edhe të them unë mbaro ti, pastaj do filloj unë. Jo, unë nuk kam gjë për të thënë, vetëm më vjen keq që nuk e lidhur me vajzën. Do të dëgjoj me vëmendje, do të thonë çfarë ka ndodhur, se ndoshta mund keni gabuar dhe ju me vajzën që ajo s'ju kontakton. Odeta, unë do ta tregoj historinë e asoja, do ta tregoj unë të vërtetën se babai nuk e hedh vajzën poshtë dhe ta ngrenë dhëndrin. E qartë, të kuptoj. Nuk kupton. Unë jam njeri i drejtë edhe unë do flas drejtësinë. Çfarë ka ndodhur me vajzën tuaj, Bujar? Odeta, tash do më dëgjosh mua. Unë vajzën e kisha martuar në Libonik. Po. U martua. Si martojnë tër vajzat, u martua. Kupton? Edhe atje lindi 2 fëmijë, 2 djemkat. Që i kemi, që i praktisi. Kupton? E qartë. Atje u martua ajo që thua ti një shoqje mbante me të mira, me të ngrana, me të pira, Odeta do më dëgjosh mua çfarë them unë, leçonët e grinte, apo e ofendonte, po që xhelos. Kupton tash? Unë Katerinën e kam çupë dhe atë kam dhëndër, po unë flas drejtësinë, unë jam 60 vjet. Edhe dhe akte tjetrit nuk futem dot kollaj unë. E qartë. Kupton tash? Bujar, ju do të bëj një pyetje, më lejo dhe të pyes, sepse unë kam folur me Katerinën dhe ajo më ka treguar shumë gjëra kur ishte përpara disa ditëve live me Odeta. Në momentin që ti e martove vajzën, e pyete vajzën, ishte e lumtur, e dashuronte atë burr? Dëgjoj më mua tash ti Odeta. Ajo kur e mori kjo ne ishim Kosovë. Kupton tash? Po. Edhe e mori rëmbevi si çupat e tjera, u martua, kupton tash? Ajo në atë familje Odeta ka qenë shumë e lumtur. Edhe ata njerëzit që ka ajo nuk e kisha krusht, po në atë të qa si vëlla, se nuk kam shkemberë gjysmë llafi. Gjerë sot edhe kësoj dite. Edhe dhëndrin e spektonja si djalën tem, se që njeri mirë punonte, e mbante me të ngrenë, me të pira Odeta. Më dëgjon mua tash. Ju po më tregoni. Unë dha po drejt. Ju po më tregoni që gjithë fajtore në këtë histori është vajza juaj. Vajza ime është fajtore kem bekok Odeta se më praktisi fëmijët, njëri është me zemër edhe njëri në të vogël. Djali ka qenë në spital tër natën. Vajza ime është fajtore kem bekok të pyet ku të duash. Por çfarë ndodhi? Ju nuk e martuat ju Katerina. Katerina u dashurua vetë dhe iku. Vetë, bravo, vetë. Po? Dëgjoj tash. Kur vajte në Libonik ajo, ky dhëndri jem kishte një shok atje. Po. Kupton? Kështu. Kjo e dashurovi këtë. Shokën e burrit. Shokën e këtij, ja. Edhe si përfundim e mori na i la fëmijët, Odeta i la fëmijët. Njëri i operuar me zemër që akoma më qanë shpirti, edhe përpara atyre jetë nuk e dua. Kupton? Pas sa vite, i dashur Bujar, pas sa viteve martes, vajza juaj la burrin dhe u dashurua me shokun e burrit. Po ja me sa ka qenë djali, mos të gënjej do të Odeta. 8 vite. Jo, kur u martua në Libonik, ka qenë djali me Odeta nuk të gënjej dot, po. A fësisht 7 vite. Një 4 vjet po. Po, dhe çfarë ndodhi? Vajza juaj u largua me shokun e burrit. U largua në Greqi. Po. Kjo. Edhe kur u largua në Greqi, fëmijët i mbajti i jati. Kur ta titin dhëndri. Gruaja ime, Anila që të mori ty në telefon, atë ditë që rëmbevi ky, që iku ky, edhe vajti në policinë të Devollit. Vajti lajmërovi groja natën, i mori të 2 fëmijët,
se na I la këtu fëmijë, edhe vajti në policinë e Vollit, natën. Por vajza juaj, Katerina, është larguar nga shtëpia juaj, la fëmijët aty do larguar nga shtëpia juaj, apo kur ishte te burri? Kur ishte në burri u largua. Po, dhe fëmijët I la te shtëpia juaj. Po fëmijët ishin e mua. Edhe vajti, edhe lajmëroi policinë e Bilishtit, po unë falenderoj policinë e Bilishtit shumë. Edhe ai shefi nuk e mbaj mend mirë si e kishte emrin, edhe e falenderoj shumë. Edhe qani fëmijët atje, qante dhe gruaja. Edhe I pa fëmijët ai e pa dhe janë të operuar edhe I thani që mos u mërtita, se unë do prigjem unë për të pashu. Ai e mori telefonat të tasur të asoja që mori ajo qupa ime, I tha do të asjedhe satën dhe të noi tha atje që nuk umban tha se ke lanë 2 fëmijë rrugëve I tha. Kupton ti o ta? Po. Kështu. Mos e të gjenjej pas 2 ditëve erdhi. Po ama ndenja 2 muaj me atë, kupton? Dhe Greqi. Por gjatë erdhi. I dashur bujar, ndalemi pak. Gjatë këtyre 2 muajve që vajza juaj ishte në Greqi, ju kontaktoi Katerina nga Greqia? Kishit kontakte? Unë jo. Unë s'kisha kontakte Odeta. Por me nënën e saj me motrat fliste? Tash nuk të gjenjej dot, po kishte me kishte kështu, si të them tash, kurse me mua jo njerë. I flisi parasyshit të theshën e fëmijës. Ata I flisin që të ktheshin në fëmijët. E qartë, dhe çfarë ndodhi më pas? Edhe ai shefi pastaj, megjithë kemi edhe një policë nga fshati jonë Altini, u munduan të dy. Edhe kur I thaj që do të dënoj, ajo e solli deri në Bilisht. Po. Edhe ja ka lënë kunatitë në dorë, edhe bëm si bëm Odeta që thotin I bashkua. Por ndalemi këtu, kur Katerina erdhi në Shqipëri dhe erdhi në familjen tuaj, çfarë ju tha? Tash ajo çfarë tha, jo gabova ndaj këtej, edhe ne për hir të fëmijëve, ne pa I shoqi e mori gjene. E mori prap. Po pra, por Katerina më ka treguar që nuk e donte burrin e saj, por familja... Jo. Odeta. Ajo mori me dashuri. Unë I dëgjova muhabetit që bënë me ty ata. Kupton tash? Ti e ke dëgjuar live-in? Odeta, do më falësh. Unë po të them, unë do të tregoj realin, nuk të tregoj, nuk I njeh dot unë. E qartë. Se jam gjatë jetë burrë. I dashur edhe nuk të njeh dot. Unë të besoj që nuk më gënjen, por ndoshta prindrit për të mirën e fëmijëve gabojnë. Ndoshta e ke detyruar të rikthehet tek ai burr që ajo se ka dashur. Dhe këtu është gabimi më I madh që keni bërë, mendoj unë. Dëgjoj më Odeta tash. Unë do të them mbyllafe. Odeta, dëgjoj më mua tash. Në qoftë se burri këta e torturonte ose ta shante, si o t'jap tash të drejtë burrit të asoja unë, si thua ti në? Por vajza vetë të shprehur që burri e ka dhunuar? Asnjëherë se ka dhunuar Odeta. Dëgjoj Odeta, do them me një llaf kaq. Një burr që do gruan dhe xheloz do bëjnë, se ka dhe burra xhelozë dhe që do gruan dhe kupton. Po kurse kjo e detyronte burrën të bëjë xheloz, se kjo ka gabuar Odeta. E qartë, ju po më tregoni që ajo shkoi me një tjetër person. Por çfarë ndodhi? Ajo u kthye nga Greqia dhe u rikthye sërish me burrin. Ai e fali tradhtin pas 2 muajve që ajo jetoi atje. Po, u kthye I bashkuam. Po. U mblodh me fëmijët. Kupton? Edhe pasaj që thuatin I muar në Kosovë dhe. Por ta ndihmuar. Ta ndihmuar, dëgjoj Odeta. Ata nuk kishin nevojë për Kosovë, po ata janë një familje e ndershme dhe unë kam respekt gjitha të vdes, nuk e poshtë, po ata ikën nga turpi kësoja që ajo që e kish marrë, ajo rinte pas atyre. Kupton? Ishin afër. Por ti si baba, ke folur me vajzën tënde hapur, vajzë e dashur, do të kthesh te burri apo do të ndahesh përfundimisht? Jo, do kthehem tha.
të bashkoj me burin, edhe ne fjet me mendjen o deta. Korelatë të Greqisë dhe që erdhi nga Greqia. E qartë. Dhe i morët në Kosovë. Ata erdhën në Kosovë të jetonin me ju. I muarëm në Kosovë, i shoqi punonte o deta, i vjeri nuk u linte, nuk i kishte, Katerina nuk u kishte nevojë për asgjë. Kupton tash tinë? Po. Nuk u kishte nevojë për asgjë Katerina, ata e mbanin në pëllajm të dorës. Kupton? Vajzën tuaj. Asaj që u os Katerina, asa një lavë që më ndorë për të lypur, dhe gjo me mua që unë kam qenë Kosovë vetë të punonja o deta, nuk e nëzirinin ata. Ata nuk e detyron që dile të lypta jo. Do më dëgjosh mund të thashe në pillim. Unë flasë lafe me vend, nuk flasë lafe të gjinjej tynë, se e vlatë nuk e zgollaj për dhëndrin unë. Po unë do flasë realin që ka azot lartë, edhe nuk e do të poshtë atyre. Kuptonë dhe ta, nuk e detyronin, që tha jo më detyron të buri, ose më dhunonte, ose ma... Jo, deta, jo, që ka një zot lartë, po nuk i e do të poshtë ata. Unë që ata e bani pëllëndëtorë që Katerina s'ki nevoj, po Katerina i ka rënë me qafë shumë atyre o deta. Edhe i shoqi e ka falur 100 jo njërë. Por çfarë ndodhi në Kosovë? Pastaj ndodhi në Kosovë që thua ti në, kjo dashuronte një nga Elbasani më përpara. Dëgjoj më mua tash. Edhe djali, ky 6 mesembër, kish mbledhur ca leka dhe një kuti. Një 300, një 400 euro. Një 400 euro. Dëgjoj tash ti në? Se i një unë, i printera ti djali dhe le që ata nuk e linin, po kish qef të mblidhte. E qartë. Shko që ka bërë kjo dhe ta. Ja ka marrë lekat djali për kutisë, ka hyre dhe port në Ferizaj, që ja ka dhenë ati të Elbasanit, se nuk u treguan të vërtetën ata, ja ka dhenë ati Elbasanit. Dashuron të më përpara kjo, që ati burit kjo, i ka rënë shumë më qafo dhe ta, po gjene, po t'isha unë, në vend atia, unë e kësha krirë Katerinën, se e ka shkelur atje që nuk umban të me. Pra, ajo mori lekët e djalit nga kursimet dhe ja dha të dashurit. Ja dha të dashurit në Elbasan. Si e zbuluat ju këtë gjë? E zbuluan të që e zbuluan, si zbuluan, si i thonë që tarda e kanë bishtin brapa edhe tarin lafet. Mua nuk ta fund t'i them këto, se unë e kam me veto, unë jam i drejtë, edhe të drejtë do lafo gjelësa të vdesh. E kuptoj. Kupton të që ti në dhe ta. Të kuptoj. Kështu. Për andaj që të atinë e la ky, edhe u lidh me këtë të Tiranës, që ka marrë tashi. Po. Ky i Tiranës, t'ja të atia, unë e kam gjallë teze. O, jeni gjak. Gjak jemi, po djali tezes, po të qenë gjallë sot, nuk arrinte të vinte Katerina atje. Se unë e kam gjallë në tezes, unë e kam vëlla, unë kam 5-6 djemë tezes në Tiranë. Kupton të që qenë? I dashur Bujar. Unë e kam... Ndalemi këtu sepse nga ky moment ti ke shkëputur çdo lloj kontakti me vajzën tënde Katerinën. Në çfarë date ma kujto ka ikur ajo nga shtëpia? Sa po bën që ka ikur me Gjela? Një muaj. Po bën një muaj ti në... A më shumë, po nuk baj mend? Po bën një muaj, po. Përpara një muaj. Ajo ishte në Kosovë dhe u dashurua nga Kosova me këtë person nga Tirana? Po. Dëgjoj tash. Kur ajo që ndarë me burin, po bëte 6-7 muaj që që ndarët. Dhe ndalemi këtu, çfarë ndodhi që ajo nda me burin? Se kjo tregon që ajo se ka dashur burin e saj, asnjëherë. Po nuk e deshet e deshet të tjetrin. Nuk është mësuar të rinë. Nuk është mësuar të rinë në burat ajo teta. Kjo nda. Kjo e la burin, edhe këtë e dashuron të këtë tjetëri, do më farët për shprejën, kish lidhje me këtë tjetëri, me këtë të Tiranës. I dashur Bujar, ajo u nda me bashortin e saj dhe jetonte me fëmijët ku, Katerina? Me mua. Me mua. Aty në Bilisht. Aty të dalë, po në mua rinte këtu. Po, do më thënë erdhi nga Kosova dhe u rikthye në Bilisht. Në mua. Në shtëpia ime. Po. Rinte këtu në mua në këtë shtëpi që jam unë. E qartë. Kështu. Erdhi me të 2 fëmijë. Po. Edhe
gjenja 7 muaj, po, 6-7 muaj për të gjenje, edhe i shoqi edhe i viri dhe i vjera, i tërkonin nga 100.000 të javët për e gjithë 100. Mos thot ajo që hy raport, si se tha ty në, hy raport, se i shoqi edhe i vjera dhe i vjeri nuk i lanë fëmijë të vojnë për asgjë. Unë sa mos i kisha, unë nuk i një fëmijë, pa ata i kanë bajtur fëmijë 6 muaj që kanë delur në mua. Po. Se leka, kjo nuk u kishte kartë, po vinte i mirë të nusja, lekat, që i dërgonte i jati fëmijëve dhe vjera dhe vjeri. Pra, edhe pse vajza juaj kishte gabuar, e kishte tradhtuar, e ndau burrin, ai ka qenë i përgjegjshëm kujdesej për fëmijët. O, deta, të më vrasë ky zot lartë, edhe mos gëdhjem dje nesër, se haku i tjetri nuk vajt. Leq sot ajo, i mbajti i jati e vjera, edhe i vjeri fëmijët, bëjavët o deta, bëjavët, i dërgonte 50-100, 50-100, njerë 200 i dërgovi, edhe mos them që nuk janë do takin që nuk ka dërguar që sa Katerina. Janë me dokumenta. Janë me dokumenta lekat. E qartë, por çfarë ndodhi më pas? Pas ajo deta, para se tikte kjo 2 javë, 1 javë, më falë. Po. Edhe u dha fotëm në shtëpi, u mblodhëm, vinte i vjeri, vinte i kunati si të leka fëmijëve, si të roba, si mungon të gjë. Edhe e dhamë i thamë quneve, ta që Katerina do bashkojsh me, përpishim që të bashkojshin o deta. Edhe kjo edhe Allah për që po tha do bashkojmë, tha, me fëmijët. Edhe neve o deta që të atin e fjetëm me ndjen, e po ta që i thash unë, po ta shpje unë. E u miru gëzuan atë atërë edhe fëmija do bashkë me babanë dhe. Si përfundim o deta që të atinë, unë vajtë edhe atë ditë, isha një fshatë, këtu marqurishti, thonë, në Devol. Edhe u ktheva unë, edhe i shikoj fëmijë qanë të 2, këtu në shkallët, në balkon. Që i qani? Na i ku mami, thana Alasa. Si i ku mami? I ku. Unë ngrita o deta që të atinë, mora nusën e vogël, kërko bilisht, kërko ande, më të punë të sajvam në polici. Tashu Bujar, në momentin që ti nuk e që në shtëpi dhe ajo i la fëmijët në shtëpi, i la vetëm, kishte persona të tjerë në shtëpi atë ditë kur Katerina ka ikur? Po nusja e vogël që e modeta, po nuk e dinte nusja që do ikte ajo. Por çfarë i kishte komunikuar kunatës? Ajo ta ka i do vete në dyqan, sa ti marrë fëmijëve, sa e do visa. Bujar, në momentin që është larguar Katerina, i ka thënë kunatës që do shkoj deri në dyqan. Do vete bilisht, do t'i marrë hamburger fëmijëve, sa. Edhe do një ato e do visa. Dhe nga i moment nuk u kthye ma. Ajo qatë moment u këtheu dhe ta bari 2 orë, 3 orë, 4 orë. Edhe vi unë duke qarë, vi këtu i shkoj fëmi duke qarë filluat qaj unë, o po sa shumë. Më të një ka fëmi, ku vajti 3 orë dhe Po vete në telefoni, polici. përpara se të vini të polici, besoj e keni marrë në telefon? Nuk ka të telefon o deta, ku ka të telefon? Nuk ka të telefon. Nuk u përgjisht. Pas 3 orëve, vajtët politit me tha i shefi mua, po Bujar tha, po muqi 24 orë tha, Po. se kështu e kemi ligji tha, pas të ajo mund të këthejt tha. Ama po muqi 24 orë, në do futemi në kërkim tha. E qartë, denoncimi nga policia merret pas 24 orëve. E qartë. Që. Edhe që thua t'jo dita prit me ne, kur më darke, morë telefon, kush i mori me? Jo mua, mama me mua. E mora mire në gruan time, është martuar Tiranë. Pra, Katerina në darkë morin telefon nënë dhe i tregoj që ndodhesh në Tiranë. Po, u martova në Tiranë. Po darë me fëmijë. Letja në kokën, tha. Shiko që Allah, tha o deta. Tja në kokën, tha fëmijëve. Lapë, nëna është ajo bre o deta, që i baktis fëmijët, edhe thot tja i kokën. Nuk do e të nuar ajo bre o deta. E rëndë është, e rëndë, sido që tjetë përposa ajo nuk e ka dashur burrin e saj, mund të kenë dashur një person tjetër, deri ku e kuptoj, por fëmijët nuk braktisen, këtu është e papranueshme. O deta, dhe gjotë, do më falësh, shumë do më falësh, kafsha që është kafshë, edhe fëmijët nuk i le.
Jo, ajo. Qarë nene është ajo më jo deta të lerë një të smurë që aperuam Tiranë, që u boqaj për ata fëmijë. Nuk e tua jetën o deta. Nuk e tua jetën më para tyre fëmijëve. Njëri është i smurë, i aperuar nga zemra. Njëri që tje në spital. Dyre ka njëri mbeti se ngrijet natë e kërkon të jemen. E dhimbshme është, por fëmijët i gjete duke qarë, ata me ty qëndruan më pas? Jo, dëgjoj tash, o deta ndej 2 ditë edhe e mori vesh i ati, edhe erdhi. Po. Kupton? Erdhi duke i qarë këtu, ne qamë në tërë. Edhe o deta ka qenë se ajteri madhe që të dori me babanë, kur undan të 2 vëllezrit, zunë për qafë edhe qakën të 2. Që Të rinin bashkë. që unë jam me zemrë o deta dhe Zoti më ka dhe një, po sa që i dua ta fëmijë tjetër time nuk e dua me. E kuptoj, je një gjysh që je i lënduar për shkak se vajza i ka lënë vetëm 2 niprit, të kuptoj për Nuk të i ka lënë njëro deta, po bën 3 herë. Oro deta, ne kemi me atë, ajo familje që ka mbajtur djerë tashi, unë i falenderoj nga zemra, se po t'isha unë të kisha një nuse të këtillë, po ta mbanja o deta, po të ka bon të njerë, se njeri u ka bon në jetë njerë, edhe i falet. Kupton? Po jo, ta jo i ka rënë me qafë, deri tash ajo i ka marrë me qafë, ata s'kishin nevoj t'ik një Kosovë, ata punon djetarë o deta. Po nga turpi që e familje ndershme, nga turpi në Kosovë, ajo Kosovja punovi më keq. I dashur bujar, nga momenti që vajza juaj Katerina iku dhe i la fëmijët, ajo kontaktoi vetëm nënën dhe motrën e saj, ju si baba, nuk ju ka kontaktuar asnjëherë? Unë? Po. Ajo, jo. Unë të takoj atë me o deta? Jo. Telefon, duke. Jo, asnjëherë. Nuk të kinjej unë, asnjëherë. Nuk të ka kontaktuar asnjëherë në telefon. Asë edhe njerë o deta. Dhe më vjen keq për këto, por fëmijët i mori babai. I mori babai o deta. I mori babai fëmijët. Ju shkoni i takoni 2 niprit? Si? Shkoni i takoni niprit? Po jo, më kanë thënë ata mua, bujar hajde, se ne me vëllezër bashkë ti sa herë të duash të viti takosh fëmijët. Para një vishit. Edhe para një javë isha o deta në Tiranë, edhe isha i smur bile vajta me nusen, edhe unë kam kunat atë atje dhe bagjot në sejlitë ku është martuar kjo, ka që më vite rëndë mua, se thash unë tash mua s'më takon të rritë këta, se qupa ime më ka tërpërua, jo njerë po në 100 herë. Jo, tha bujar, tha, ti këtu i shtëpisë, tha, do flesh në neve, tha, më kanë mbajtur me të ngrana, me të pira, edhe më kanë përcjellë o deta. I dashur bujar, fëmijët si është gjendja e tyre? Çfarë të thonë niprit? E kërkojnë nënën e tyre? O deta, dëgjoj më mua, ata i mbajnë fëmijët sa s'ka kuteve i mbajnë të pëllën të dorës. Kupton tash? Mirë po fëmija do nenë, që ati ti është asi. E qartë, e kuptoj, sepse aty afër ke nusën e djalit se i dëgjoj zërin. Kam nusën e djalit. E përshëndes, se i dëgjova zërin. Shëndet të kemë të deta. I dashur bujar, kur unë isha në live me Katerinën, Katerina tregoi që do bëj divorcin dhe do i marr fëmijët. O deta, të më dëgjosh një laf mua. Një nën që praktis fëmijët, nuk i takojnë fëmijët asoja. Ne do bëjmë luftë. Unë i kam thënë jetës time luftë edhe fëmijët aso nuk do t'ja lënë. Se një nën që i praktis fëmijët, i le rrugëve, nuk është nën ajo. Aso e po të vite i keq, nuk i një të fëmijët e të rritë të tjerit atje ku është. I dashur bujar, ajo ka kontaktuar fëmijët? Ka folur ndonjëherë Katerina me fëmijët e saj? Asnjëherë gjallë në botë një. Jo. Asnjëherë. Jo. Ata e kërkojnë nënën e tyre, por ajo si ka kontaktuar. Dëgjoj mua tashi, çdo fëmijë kërkon nënën, aromën e nënës ta ashtu, është nëna ajo. Po, nuk dëgjoj ta, nuk i takon aso të shikoj me fëmijë që i ka praktisur 3 herë më jo deta. Çfarë fëmijë të shikoj ajo thonë mua? Neve ata do t'i rritën fëmijët, të pëllën të dorës
po mirë ajo që o t'i thajet goja për fëmijët e atoja. Kupton tash, se nuk është nën ajo të rritën fëmijët e të tjerëve edhe t'i lek të sajat. Çfarë nën është ajo? I dashur bujar, ju më thatë që vajza juaj ka shkuar në një familje që është gjaku. Është gjaku i familjes tuaj. Po, djalteze, vëlla. Djalteze, je lidhur me këtë familje duke ditur që ajo është dashuruar me kushuririn e tretit? Dëgjojmë mua, do më falësh mua. Në qoftë çupe djalit të tezës të vinte në mua, ta mitë djali jem, unë nuk e bënja të punë i aditare varqa. E atin familje është ajo. Se djali të tezës që ajo që komandant i shtëpisë. Kupton? Mi ka ndruaj. Ajo e futi djalin e tezës në dhe. Ajo e shoqja. Se po që i thanë që në Kosovë dhe ta që këtë nuse që kunata ime i ka thënë kaq. Moj, ti mu do mos e marrës këtë, se bujari e ka çupën. E po tha tash i fëmija në ata ashtu. Shiko të familje është tash. Që undata djali tezës më ka operuar mua në spital ushtarak. Të tëra a i hoqi të lekat. Po që djali tezës, i dhe që të gjuar, a më të shapa i thoshin që i të gjuar. A i po të vite qupa ime, o të mbate shqegat, do më mirë të telefon. Bujar a i mere qupën. A ti familje është o dhe ta. Ajo. Qarë vjerë ka ajo. E qartë, por ti nuk e mundur do të marrësh guximin të shkosh në Tiranë, të flasësh me këta njerëz, të flasësh me vajzën, të gjesh një gjuhë të përbashkët, të ketë një zgjidhje. O deta, dëgjojmë mua. Unë një këmbë kam të vartë, një e kam bivartë. Unë ata fëmijët, gjitha janë gjallë njerë, se nuk ditë puna ime. Unë ata fëmijët nuk i shikoj të me qëtë se qajnë të ashtu, pa ajo po më dodi për para, me këndë, dëgjo, qarë të bëjmë ato më dhejta të vetë, ata po të ishi njerë nuk e në qastin atë qupën time, që ta mirni për djallin, ta që qarë të vetë të kondatojmë ato, ja thonë, ja nëm një mendim, ti qarë të bëjmë atje. I dashur bujar, por çfarë ke menduar ti si baba? Mos flasësh më me vajzën dhe... Unë po mendoj këtë tash. O të vitë ti mbledhë fëmijët, po të kitat me të mbledhë fëmijët, po son do ta fut burg. Se shteti ka ligjet. Do ta denoncosh vajzën tënde? Po direkt. I dashur bujar. Direkt. E kuptoj që je një baba i prekur, i mërzitur me vajzën tënde për veprimet që e ka bërë, nuk janë normale të mbështes të lloj drejtimi. Po. Por aman dua të them diçka dhe më dëgjoj me vëmendje. Po. Në të gjithë të histori që dëgjova për Katerinën, edhe nga vetë Katerina, edhe nga ju si baba, ajo duket qartë që nuk e do më atë burr. Mos tentoni më, i dashur bujar, ndoshta ai burr mund ta fali dhe 100 herë dhe 200 herë. Katerina të iki me një tjetër, të kthehet prapa, i thot hajde, unë të pranoj. Nuk është kjo, ajo martesë, ajo familje është shkatëruar. Po. Nuk quhet martesë. Por unë të jap këshillën që ti mos tento që Katerinën ta çosh tek burri i parë, kur ajo nuk e do më. Unë të jap një këshillë që fol me vajzën, ajo nuk është e humbur, këtu në Tiranë është, jeton në Selit, të flasësh për hir të fëmijëve, ndoshta ajo gaboj 500 herë, ti si baba do i qëndrosh pranë dhe nuk duhet ta braktisësh, sepse është vajza jote. Nëse e braktis ti, atëherë kush do e mbroj vajzën tënde? Mundohu që të bashkohet me fëmijët e saj dhe të jetoj me kë ajo dashuron. Jo me kë do dohet ti si baba, se këtu gabojnë prindrit që... Teta, unë nuk e detyroj të dhe i ta marrë burën e parë. Më kupton të qi? Nuk e detyroj unë, atë. Po unë i them ka që ka shtëpia jo këtu. Ajo le ti madhe edhe buri tha, jasoj i parë. O bujar tha, o babi më tha mua, nuk do unë, nuk do a thot që të vijet të më marrë mua. Ajo të marrë fëmijë thatë, të jetoj bë një vend tjetër ose në ty thatë, o të përgjie mund gjene thatë. Kupton? Kurse unë nuk e detyroj që ta marrë burin më o dhe ta. Ajo letëria të ku është, që e ka marrë atë, se me detyrim nuk u bëjt asgjë.
Kupton tash? Aman unë të natim do ta bëj, se sheti ka ligje. I dashur Bujar, unë jam e sigurt që Katerina do e ndjeki këtë live. Do dohet i përcjellje një mesazh ditën e sotme sepse ke një muaj që nuk i ke dëgjuar zërin, nuk e ke parë dhe e ke parë vetëm përpara disa ditëve kur ajo ishte live me mua. Unë, dëgjoj tash, unë do të përcjell një kaq. Ajo të mendoj shumë për fëmijët një, edhe të këthejt këtu ka qenë të marrë të 2 fëmijët të asaj të vitërit të ne mua të të përgjihem unë. Në qoftë ajo që nuk këthejt, u do të nëndoj në polici, edhe me mua po që vdeta, unë do t'i them burgu tapu. I kam dhe në karar vete time që ata fëmijët nuk i shkoj do të me të qaj në natën edhe titën. Jetën time nuk e dua me. Bujar, mundohu ta zbusësh zëmërimin që ke në zemrën tënde për vajzën. E ti unë që ke dhijem edhe si ngrysen. Të besoj. Për ata 2 fëmijët të smurën. Sepse edhe unë jam nën, jam bërë prind. Po, bravo. E kuptoj mirë atë dhimbjen tënde që ti përjeton, zëmërimin e madh që ke për Katerinën, veprimin që ja ka bërë që ka braktisur 2 të vegjëlit e saj dhe ty si gjysh të dhëm zemra kur i shikon pa nënën. Dhe ti po zemra u tentacion me zemër jam. Edhe zemra mu bë fare nuk duron do të me, kur i shkoj ta fëmijët i qajnë. Por në radhë të parë duhet të jesh pak i fortë për veten tënde, se është shumë e rëndësishme shëndeti dhe jeta jote, Bujar. Ti të bëjt o dita, mua kaq ma shkrojti Zoti. Jo, Zoti nuk ta ka shkruar kaq. Unë të uroj jetë dhe shëndet dhe jetën do ta kesh të gjatë. Ai operacion që ti ke bërë në zemër ka dalë me sukses, kështu që jetën mos mendo. Nuk u brau dita, po i pe fëmijë, një djalë i smur me zemër ja perua, edhe njeri ka mbetur 2 kile, që të qajnë ta kërkojnë në natën, mos edhe asmit mos i rënë të ky që më ra mua. I dashur Bujar, unë të këshilloj dhe i bëj thirrje edhe Katerinës në këto momente, sepse jam i sigurt që po më ndjek që përpos djalit që ajo dashuron, mos të harroj 2 fëmijët. Ti po i thuaj këtu në live që derën e shtëpisë ke hapur dhe ajo të marri guximin dhe të vi. Po. Nëse ajo do vi me partnerin e saj të ri nga Tirana, ti e pranon në shtëpi? Të vija në shtëpi me partnerin. Vetëm po të vdesë unë, ku të më gjera ki vën nga shtëpia, po t'i vras të 2 pasaj në tera. Jo, teta, nuk më takon këto lafe, po do t'i them të vi me partnerin e Tiranë që martohet të vi në shtëpinë time. Kur të vdesë unë, të vdhetit të bëjnë si të duan. Ama sa jam gjallë unë, jo njerë. Jo, unë do t'i le amanet, kur të vdesë, e panë të vartë, ta vras me ta edhe të vartë me mua. I dashur Bujar, të lutem, jo ka rënd për vajzën tënde, ajo jeton me atë, bashketon dhe ndoshta ka vendosur të martohet me atë, ti nuk do e pranosh si dhëndër? Këtë pranoj më dita. Atë ta pranoj dhëndër këtu në shpime. Po qanë me këto lafe? Çfarë kërkon ti, që Katerina të jetoj vetëm me fëmijë dhe mos martohet më? Sa ajo është e re, jetën do e vazhdoj, Bujar. Ajo unë dua që ti këta ti marrë fëmijë do ta mbajun këtu pse të gjej një tjetër vetëm ndaj mos rri. Sa gjaku jemi o teta. Gjaku jemi të ketë ata të kenë turpje si fis, si ato që kanë marrë atë kanë qasur për nuse. Uroj që Katerina të na ndjeki, ti mesazhin e përcolle qartë. Ke diçka të fundit për të thënë? S'kam se me odeta se më qanë zemra për ata fëmijët, nuk e di. Qarë ti them me akoma? Unë uroj dhe shpresoj që Katerina të reagoj, të kthehet tek fëmijët, padyshim, uroj të jetë e lumtur, është vajzë e re përpos që ka bërë shumë gabime në jetë. Kjo nuk do të thotë që unë ta paragjykoj Katerinën. Të falenderoj dhe ty që të pata sot në këtë live. Të uroj jetë dhe shëndet Bujar. Edhe unë të falenderoj shumë, edhe Zotit të t'jap shëndet edhe lumturi të kesh në familje në jetë o deta. Të falenderoj dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Hajde, Zotit shëndet të t'jap.
Mirë të dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori reale njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.